Kjo energji ishte një shpirt i lirë, karakteristike grupit të artistëve të rinj të ndaluar të asaj kohe. Ai purpoi ta pasuronte pikturën me elemente të artit avangardës europiane dhe t'i pasuronte figurativisht subjektet e jetës socialiste me elemente një forme të ndryshme, nga elementet e formës që sugjeronin parimet e metodës së realizmit socialist. Ai krijoi atmosferën e tij përmes imazhit ndjesor të nënt vetdijes figurative, për cilën mendoi se është burim i qëndrueshmërisë së artistit dhe të artit të tij. Një nga deklarimet e tij në etusi zbulon personalitetin e tij artistik dhe intelektual. Të them të drejtën, thot ai, fjalën socialist që vjen nga pas fjalës realizmi nuk e kuptoj. Realiteti objektiv në art nuk ekziston, sepse nuk ekziston një realitet i tillë as si koncept në art. Arti është një realitet i ri, që preket nga artisti dhe shijohet fortësisht nga njeriu. Edison Gjergo me pikturën, mendimin dhe jetën e tij shkroi disidencën e vet, të cilën do ta trashëgojmë në historinë e artit shqiptar si koha e Edison Gjergos. Edison Gjergo ka lënë pak vepra që gjenden në Galerinë Kombëtare të Arteve, Heroina Zonja Çure në 1966, Lavdi dëshmorëve në 1969, Fonditori në 1971, Portret malsoreje në 1972. Për epikën do të flas pak më poshtë. Përpost Edison Gjergos, artistët e dënuar politikisht dhe faktet të tyre të shkurtra janë dhjetra. Krisanthi Venetiku, artiste fotografe. Krisanthi ishte një bie e familjes së pasur Venetiku nga Korça. Dimitër Venetiku i ati saj hapi studio Venetiku në 1910. Pas luftës në 45-ën, ky status civil do ta përkeqësonte jetën e familjes Venetiku, të cilës deri në vitin 1960 ju morën të gjitha pasuritë si dhe studio. Në vitin 1975, Krisanthi dhe Kristoja Motër e vëlla do të arrestoheshin si pjesë e grupit armiqësor të Partisë së Popullit, ku bën pjesë edhe piktori Vrangjus Tushi dhe profesori gjutari Gaço Peci. Krisanthi u vetfliua në burg, me grevurie për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe kushtet e vështira. Ajo ndroi jetë në 1979 në burgun e Buretit. Vrangjus Tushi kreu studimet e larta për pikturë në 2 akademi të arteve të bukura, të parën në Athinë në 34, 39 dhe dytën 39, 42 në Rom. Bënte një jetë të rregullt artisti, pikturonte subjekte të jetës së përditshme, jepte mësime arti dhe nuk ishte modernist. Ai kishte një familje të rregullt. Në vitin 1976, jeta e tij sociale dhe krijuese u përmbys, u arrestua dhe u dënua me 10 vjet heqje lirie për tradhti ndaj adeut përmes agitacionit dhe propagandës. Ai ndroi jetë në 30 korrik 82 në burgun e Ballçit. Janaç Paço rrjedh nga një familje përmetare dhe studioi më parë në Selanik dhe në Athinë. Përfundoi Akademinë e Arteve të Bukura. Në Athinë u kthye në Tiranë në 41-shin, u lidh me luftën dhe pas çlirimit punoi si pedagog i skulpturës në liceun artistik. Ai krijoi skulpturë monumentale duke u përkushtuar figurës Skënderbeut. Në vite ai modeloi 10 tranudo, të cilat do të ishin dhe shkaku i persekutimit të tij politik dhe artistik. Në vitet 70, nudot ishin të ndaluara të krijoheshin dhe të ekspozoheshin. Sigurimi i shtetit e penalizoi dhe detyroi që në qershor të 77-s t'i thyente me dorën e tij. Ai u dënua deri në 1984 të mos ekspozonte dhe të modelonte portrete punëtorësh në uzinën e traktoreve në Tiranë. Më pas u rehabilitua dhe u nderua me titullin e lartë artisti i popullit. Abdullah Cangoni studioi në Akademinë e Arteve të Bukura në Firenze dhe kreu vetëm 3 vite, 40-43. Më pas në Akademinë e Arteve të Bukura të Zagrebit dhe studioi 2 vite, 46-48, i përfundoi ato në Sofje për në Akademinë e Arteve të Bukura në Bullgari. U akuzua për agitacion e propagandë dhe si antikomunist kundër pushtetit popullor. U arrestua në 79-ën, vuajti 3 vite heqje lirie. Deri në 87-ën, ku ndroi jetë, nuk u lejua të ekspozonte. Ai jetoi i mbyllur dhe me një komunikim shumë të pak. Sabri Tuçi, nga qyteti i Durrësit, studioi dhe u diplomua në 39-43 në Akademinë e Arteve të Romës. U kthye në vendlindje në 43 së bashku me bashortën e tij italiane, Maria Iorio. Gjatë luftës u angazhua me rinin antifashiste. Jeta e Marias, së fëmijëve dhe Sabriut u përmbys kur sigurimi i shtetit arrestoi Marian duke akuzuar për agitacion propagandë. Skulptorit nuk ju lejua të ekspozonte. Arti i tij u dallua për një realizëm akademik
të përftuar në shkollat ku ai studioi dhe nuk u shkëput prej tyre. Lek Tasi rrihet nga një familje intelektuale dhe patriote. Ai përfundoi liceun artistik në 52-shin. Leka ka studuar dhe ekzekutuar në violoncel nga 39-a në 67-ën. Babai i tij ishte avokat dhe antar i parlamentit parë pas kongresit të Lushnjës. Menjëherë pas luftës, kur Leka ishte vetëm 15 vjeç, gjyqi special i kohës e shpalli Koço Tasin dhe vëllain e Koços, armiq të popullit, për tradhti ndaj atdheut dhe u arrestuan. Koço Tasi ndroi jetë në 66. Nga 75-a në 90-ën, Leka dhe familja e tij e kaluan jetën në internim në Grabian të Lushnjës. Leka në ditët e sotme është personalitet në fushat ke krimtarisë artistike dhe letrare. Arti i tij i përket pikturës moderne ekspresive, ndërsa shkrimet e tij i përkasin tregimtarisë realiste. Skënder Puka vjen nga një familje shkodrane vendosur në Tiranë. Ai ishte një nga nxënësit e parë shumë të talentuar të liceut artistik, të cilin e kreu në 51-shin. Ai dhe familja e tij internohen në Novosel të Vlorës në 68-ën dhe qëndrojnë atje deri në 90-ën. Dhe shkaku bë pasioni i Skënder Pukës për lojën inteligjente të shahut. Skënderi mbeti i gozhduar në zgjidhjen e lojës ditën e votimeve dhe haroi të votonte. Të nesërmen xhipa dhe kamionet të sigurimit të shtetit e internuan të gjithë familjen Puka me pretendimin se është mbi populluar kryeqytetin. Pas internimit në 2010 ai u bashkua djalit, familjes së djalit, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ndron jetë në 2022. Max Velo lindi në Paris, më pas familja vendos në Korçë, nga ku kishte dhe origjinën e saj. Në 45-ën sistemohet në Tiranë. Ai përfundoi fakultetin inxhenjeri ndërtimi dhe arkitekturës. Maxi ishte një arkitekt i talentuar, ku shfaqi tendenca europiane moderne. Një fakt konkret është godina pranë Hotel Tiranë në qendër të kryeqytetit ku jetuan Ismail Kadare dhe Dritora Golli. Ai ishte njëri i lirë dhe pa komplekse, mbante qëndrim të kundërt ndaj doktrinës socialiste në art dhe politikë. Kjo solli dërgimin e tij me punë të detyruar prodhuese në disa fshatra të rrethit Tiranës, derisa e arrestuar në 1978, kur ishte 43 vjeç. U akuzua për agitacion propagandë kundër shtetit dhe u dënuar 10 vjet burg në Spaç. 249 piktura e objekte ju dogjën që gjenden në shtëpi pas arrestimit, ju shkatruan dhe u dogjën me urdhër të gjykatës. U lërua me amnisti në 86-ën. Prandaj doli me personalitet shumë të fortë dhe me bindje politike dhe sociale të pandryshueshme. Max Velo ishte një intelektual i mirë debatesh artistike. Ai rreth rrymave impresioniste, ekspresioniste dhe surrealiste është shprehur se ajo që më ka ndjekur të jetën është moderniteti i primitivitetit. Unë kam kaluar nga primitiviteti shqiptar në modernitet pa kaluar nga realizmi socialist. Bayram Mata punoi, jetoi dhe ndroi jetë shumë i ri në Peshkopi. U dallua si student shumë i talentuar deri në 1960 në Institutin e Lartë të Arteve Rjepin në Bashkimin Sovjetik dhe në 1965 në Institutin e Lartë të Arteve ai e përfundoi atë. U emërua mësues vizatim në shkolla 8 vjeçare të Peshkopisë. Mata e vuajti shumë largimin nga qyteti dhe emërimin si mësues. Ai u përpoq shumë të mbijetonte, realizoi dhe ekspozoi pikturë të formës dhe konceptit ekspresiv modern gjatë viteve 70 që ishte i kundërt me formën dhe parimet e metodës realizm socialist. Në ekspozitat e pranverës ekspozoi disa vepra, për cilat u kritikua, po fatmirësisht ato ndodhen sot në fondin e GK-s. Ishte një piktor produktiv, i veçantë dhe i çiltur, por u mbyll në vetvete dhe psoi shok social duke u dhënë pas pijes. Tentoi të vriste veten. Ai krijoi në një mjedis tepër të kufizuar e as pak favorizues. Në mjedisin e qytetit vogël verior, plot mundësi të ngushta e të mbyllur, ai nuk u kuptua dhe nuk u vlerësua. Persekutimi vetjak buronte nga trysnia e mjedisit shoqëror dhe mungesat shumtat në edukimin me artin figurativ. Demoralizimi i tij dhe mentaliteti i varfër artistik e krijuesi e rrethoi fundosën personalitetin e tij, por jo talentin dhe krimtarin. Edhe një herë është fakt që veprat e tij ndodhen në galerinë kombëtare. Alush Shima lindi në Tiranë, por të parët e tij kishin zbritur nga Kuçi i Vlorës. Në fëmijëri mori mësime pikture në klasat që drejtonte Sadik Kaceli. Më pas u edukua në liceun artistik dhe më pas në Institutin e Lartë të Arteve. Konfliktet e tij me metodën e realizmit socialist nisin gjatë studimeve në shkollën e lartë, ku debatonte me pedagogët rreth mënyrave dhe formave të vjetruara të zhvillimit të programit akademik, të cilat i kundërshtonte me forcë.
Pas shkollës shimës nuk i pranoheshin veprat për arsye të ndërtimit modern të kompozimit, por edhe të konflikteve. Ai filloi të përndiqej dhe survejoi nga dita që u arrestua miku i tij më i ngushtë, Ali Oseku, në 75-ën. Për këtë arsye eliminoi 10 vepra dhe fsheu 10 të tjera. Vendosi të ishte i tërhequr, me më pak dhe as pak miq, i heshtur, i vetmuar dhe të mos ekspozonte. Ndërsa punonte çdo ditë në fshehtësi edhe nga pjesëtarët e familjes. Veprat e fshehura, të cilat janë vepra me subjekt politik dhe kritik ndaj sistemit diktatorial të Enver Hoxhës, i ekspozoi pas viteve 90, me të cilat krijoi një atmosferë debatesh politike dhe artistike. Ali Oseku rrihet nga një familje shqiptare e Kosovës. Fadil Pachrami, ministri i kulturës asaj kohe, e vlerësonte pikturën e Osekut. Kjo shkaktoi dhe përndjekjen e tij derisa në 75 u arrestua për agitacion dhe propagandë dhe për dobësimin dhe minimin e pushtetit popullor. Kaloi 4 vite në burg. Ali Oseku u akuzua për artin dhe mendimet e tij liberale e të kundërta me metodën e realizmit socialist. Në gjyq vepra e tij triumfi i dritave u paraqit si provë materiale dhe u cilësua kubiste. Ajo provoi dekadencën e artistit. U lërua nga burgu në 79-ën dhe nga ajo kohë deri në përmbysjen e regjimit komunist, punoi si punëtor krau pa të drejtë ekspozimi. Ali Oseku, ku punonte si skenograf në Top në vitet 71-72, shprehet me liri spontane, por që buronte nga mënyra e të konceptuarit mbi jetën dhe artin. Liria e një individin të vishet sipas gustos, dëshirave personale, të pikturoj ashtu siç e ndjen vetë artisti, dhe jo sipas parimeve të realizmit socialist, që e kufizon dhe e ndrydh artistin. Ajo është shkollë e vjetruar, që nuk e justifikon koha dhe që do t'ia lësh vendin modernizmit. Edi Hila, me origjinë nga Shkodra, i kreu studimet e larta për pikturë në Institutin e Lartë të Artëve 63-67. Në ditët e sotme, Edi Hila është një artist shumë i rëndësishëm. Në vitet e cilësuar si të shfaqjeve të huaja dhe ekspozitat e pranverës, Edi Hila krijoi disa vepra, ndërto dhe veprën e mrekullueshme Mbjellja e pemëve, për cilën u kritikua ashpër dhe ai bëri autokritik në lidhjen e shkrimtarëve dhe të artistëve të Shqipërisë. Asaj kohe, delikatesa, loja, ngjyra dhe formën, pikpamjet e tij estetike moderne për artin, u bën shkak të dënohej me heqje të së drejtës së krijimit dhe të punonte në prodhim pranë ndërmarrjes së Polaris në Tiranë, në vitet 74-80. Më pas ai rifilloi dhe vazhdoi i përmbajtur jetën krijuese, por nuk bëri kompromis me artin dhe bindjet e veta, edhe pse i ndrydhi disi. Edi Hila në ditët e sotme është një nga artistët më përfaqësues të artit bashkëkohor. Veprat e tij kurohen nga kuratorë ndërkombëtar. Ai ka ekspozuar dhe ekspozon në muze dhe galeri arti të njohura në vende të ndryshme të Europës. Arben Basha, në 64-ën përfundoi liceun artistik, në 69-ën akademin. Punoi si skenograf në Kinostudio Shqipëria e Re, deri në 2000-shin. Arben Basha i përket grupit të artistëve që kishin tendenca figurative moderne dhe nuk donin të bënin kompromis me artin e tyre. Ai bëri përpjekje që ta anashkalonte dominimin e artit tradicional dhe atit realizmit socialist. Ekspozoi në ekspozitat e pranverës 71-72 dhe u kritikua për qëndrimin dhe mënyrën e tij të pikturimit ndaj subjekteve të trajtuara. Arben Basha, pas disa përpjekjeve të sigurimit shtetit për ta bërë bashkëpunëtor, në arsye të origjinës së pasur të familjes dhe për të shmangur debateve dhe survejimeve, vendosi të mos e pikturoj natyrën dhe trupin njerëzor dhe temat me përmbajtje sociale dhe historike të asaj kohe. Ai autoroi dhe pikturoi peizazhe të cilat asaj kohe nuk i ekspozoi. Në ditët e sotme ai pikturon eshëm natyrën dhe personazhe të rëndësishëm kombëtar. Mban qëndrimin e tij ndaj peizazhit, të cilin shpeshherë e kthen në personazh burimor, duke e pajisur edhe me formën e madhështisë. Vasilaq Kolevica jeton dhe krijon në Korçë. Familja e tij e përsekutua kur babai i tij Dimitër Kolevica u arrestua në 50 nga gjykata e ushtarake territoriale e Korçës dhe dënoi për tentativë ratisje dhe bjedhje reboleje. Në 10 vjet burg dhe humbjen e të drejtave civile për 3 vjet. Vasilaqi dhe vëllezërit e tij u ritën nga gjyqja dhe ju dha e drejta e studimit vetëm pas vitit 1991. Vasilaq Kolevica në ditët e sotme jeton dhe punon në Korçë, ku ka ngritur një studio të madhe qeramike. Ai e ka kthyer qeramikën edhe në një art pasqyrues përmbajtësor me konfigurime dhe forma moderne, të cilat frymëzimin e gjejnë tek epika dhe lirika e kulturës së hershme shqiptare. Edison Gjergo, Epika e yjeve të mëngjesit. Kjo vepër shënoi fatalitetin dhe famën në jetën e artistit. Ai tregoi mënyrën e ndryshme dhe guximshme të pasqyrimit vetjak gjeometrik o kubist,
përmes ekzekutimit të ngjyrës ekspresiviste poviste në kohën e metodës realizm socialist. Një vepër që ruan befasin kompozicionale dhe koloristike. Ajo ruan marrëdhënien e subjektit të temës së madhe të luftës, pra temës socialiste të kohës, me epikën dhe legjendën e hershme. Vepra bën të dukshme subjektin dhe forma figurative të lexueshme, por jo realiste. Ajo është një nga veprat kryesore dhe të rëndësishme të artit shqiptar që dëshmon vitet 69-73. Dëshmon krijimtarinë e Edison Gjergos dhe përfaqëson kulmin e artit të artistit. Ajo dëshmohet si pikturë përfaqësuese e modernizmit në periudhën më të egër të diktaturës. Mbijetesa e epikës është shenja e ekzistencës së kohës Edison Gjergos dhe të gjithë artistëve të ndaluar e të përsekutuar në të tashmen e sotme dhe në të tashmen e ardhme. Kjo vepër ka skalitur përpjekjet dhe përvojat e këtyre artistëve në historinë e Shqipërisë, si shenjë e providencës së shpirtit të lirë të artistëve që nuk kundërshtuan, por të lirë sfiduan metodën e imponuar, megamakinën kulturore masovike, diktatorët, lidhjen e shkrimtarëve dhe sistemi komunist. Kam përzgjedhur disa vlerësime, janë të shumta për këta. Unë kam përzgjedhur shumë pak. Shteti shqiptar pluralist në vitet 90 me ligjet e tij i njohu pa fajësinë të gjithë artistëve të dënuar dhe të persekutuar. Ata u rehabilituan dhe her pas here kanë marrë vlerësimet e duhura për artin e tyre. Ata kanë ekspozuar krijimtarinë dhe kanë komunikuar në media problematikat e tyre sociale, ekonomike dhe artistike. Islam Spahiu për Edison Gjergon shprehet: Edisoni nuk kishte lindur për ero, por për të qenë artist. Mojkom Zeqo për Max Zvelon: unë e çmoja Maxin si një rebel, antikonformist, për dashurinë e tij të pakufishme për jetën dhe artin, një arkitekt i shkëlqyer dhe një piktor i pazakon. Mua më të riq në mënyrë të bërë vizatime dhe krokit e tij, të shpejta dhe të lakonike. Maxi që artist me kulturë i prirë për abstragimin e figurave dhe të simbolizmit të tyre, nga njëherë ambiguit, por gjithmonë të një estetike lëvizse. Jean Pozuelo Montfort për Ali Oseku: ai është i drejtë, pozitiv, transparent, konstruktiv. Familja është më e rëndësishmja dhe i sjell atij stabilitet dhe qetësi, e cila i duhet për veprat e tij krijuese. Atij i pëlqen të përshkruajë hapësirat gjëra me pasione për strukturën e lidhjen logjike të gjërave. Në studio ai hap muzikën që mund të jetë klasike apo jazz. Njerëzorja zhduket. U ula në këndin dy vëndësh në studion e tij. Ai është në formë. Gjeniu në studion e vet nuk është vetëm një piktor, është filozof, një poet që e rrethon veten me muzikën dhe literaturën më të bukur të botës. Panoli për Janaq Paço. Janaq Paço është një eminencë e skulpturës. Monumenti i Skënderbeut ishte ai i përfiturimit të gjithë shqiptarëve. Për Lek Tasin. Pas viteve 90, pikturat e Lek Tasit shprehin historitë e vogla në formën e lojrave, bisedave intime dhe anekdotave. Pikturat e tij kanë subjekte ironike dhe të ngjethim prej sarkazmës. Në to përfshihen hapësira sociale shumë domethënëse të jetës urbane. Deformimi i figurave të tij buron prej lidhjes me ekspresionizmin, i cili gjallon ende në postmodernizmin e sotëm. Albert Vataj për Vangjush Tushi. Vangjush Tushi dhe brezi i tij kishin një uri dhe aftësi pasqyruese, përkundrejt modelit dhe atmosferës natyrore në jetën reale. Ata u gjendën disa herë në mesin e interpretimeve akademike, realiste dhe impresioniste. Disa herë të tjera ju përshtatën krijimit të veprave me impakt ideologjik. Emria Skuka për Bajram Matën. Vlerësimet për artistin, të cilat i ndjej dhe i përjetoi në çdo fjalë të këtij shkrimi që shkruaj dhe mblodha për të. Bajrami ishte mësuesi, artisti, qytetari që menaxhoi me burori zjarmimet e brendshme kundër sistemit. Saqë flakët u ngritën, e mbështollën dhe e dogjën jetën e tij. Ai kur nuk e prodhi veten në ëmbëlsinë e lavdis. Bajramata zgjodhi të jetojë madhërishëm vetëm në fjalën e tij të folur dhe në veprat e realizuara brenda kornizave. Salishi Jaku për Skënder Pukën. Ne ishim në një klasë dhe në një atelier pikture në Liceun Artistik Jordan Misja. Madje ishim shumë shok. E them pa frikë, Skënder Puka ishte nxënësi më i talentuar i liceut, duke se ndjente edhe moderne në art. Kristaq Balli për Krisinta Venetiku. Puna e saj si fotografe ishte e përqendruar kryesisht në studio dhe fare pak ose as pak jashtë saj. Me tematikë përmbajti kompozicione të larmishme me sfonde që i ndryshonte shpesh, me një ndryshim plot efekte vizuale, me objekte ornamentale si tavolina të vogla antike, prej drurit të gdhëndura e vepra skulpturore artistike që shoqëronin subjektin. Ajo krijonte një mjedis skenografik të kulturuar e plot imagjinat.
Unë jam shumë mirëse që e ndoqët ligjëratën, sepse e di që janë dhe pak të lodhshme disa fakte historike, por që natyrisht duhet i përmendim për të qenë sa më të saktë rreth jetës së këtyre artistëve. Ka shumë, siç thash e pak më përpara, për të folur për ta. Ka shumë. Unë kam marrë vetëm shumë pak gjëra për të ilustruar këtë ligjëratë. Por që të shkruash për kaq artistë, që ka dhe disa të tjerë për fakte, janë faqe të shumta që mund të mbushen rreth jetës së tyre dhe të kontributit që ato kanë lënë në historinë e artit shqiptar. Unë ju falenderoj ashmas. Faleminderit shumë, Zana, në më pak se një orë na bëre të lexojmë një libër të tërë historisë dhe mbi të gjitha na zhyte në një botë të cilën gati e kishim harruar, periudhën e diktaturës që lan pas dhe marrëzit që kishte prodhuar veçanërisht mbi njerëzit e artit. Gjithçka e përmbledhur në informacione koncize. Unë nuk di se ç'plan ke të bësh me këto slajde, por një ditë kur Shqipëria të ketë muze dhe galeri arti, besoj që këto do duhet ekspozohen ashtu siç janë, të kompozuara prej teje, në mënyrë që vizitorët vendas apo të huaj, kur të vinë të shikojnë pikturat, të mësojnë edhe më shumë për atë se çfarë ka qenë komunizmi në Shqipëri. Kështu që faleminderit edhe një herë për punën e madhe të përmbledhur, ku besoj që kushdo që ti bjerë përsipër nuk do mund dot të heq asnjë fjalë për ta bërë më të koncentruar. Tani nëse dikush ka pyetje për Zanën apo për të shtuar diçka për diskutuar, paneli është i lirë. Po? Doja ta falenderoja studiuesen edhe artisten Suzana Varvarica Kuka. E dëgjova me shumë vëmendje këtë ligjërat për Edison Gjergon, që mendoj se është një piktor shumë i rëndësishëm, sepse dëshmon mirëfillti me atë koherencën e jetës së tij, por edhe të krijimtarisë së tij, se piktori dhe artisti nuk është vetëm një piktor, por është edhe mendimtar. Dhe në këtë formë ai manifeston në mënyrë imanente përmes artit të tij të gjitha qëndrimet e tij. Dhe kjo revolt e artistit, edhe pse nuk mund të jetë ndoshta shumë e zhurmshme, ajo është e rëndësishme sepse dëshmon këtë koherencë të brendshme, dëshmon nga ana tjetër se si artisti vetëdijshëm mban disa qëndrime të caktuara, nuk janë rastësore, edhe madje nuk janë pa vetdijen se këto do të jenë të ndëshkueshme. Dhe kjo e bën, e lartëson moralisht figurën e artistit dhe do thoja dhe tregon se sa e rëndësishme është kjo revolt estetike. Unë vetë kam studiuar shkrimtarët e ndaluar dhe e njoh, do thoja e njoh në mënyrë panoramike të gjithë peizazhin e faktit se si ka ndodhur i gjithë ky persekucion ndaj artistit, por nga ana tjetër se si e gjithë kjo pas 90-s dhe pjesa ndoshta më interesante që unë të paktën vlerësova në ligjëratën tuaj është qëndrimi pas 90-s, është se në fakt këto artistë janë ato të cilët kanë lënë trashëgimin më interesante. Dhe rrezja e influencës së Edison Gjergos ka përcen madje edhe vetë artin e pikturës. Për shembull do përmendja faktin që Rudi Rebara ka një roman, shkrimtari Rudi Rebara ka një roman me të njëjtin titull, Epika e yjeve të mëngjesit, si piktura më e njohur e Edison Gjergos, një lloj rekuiemi për Edison Gjergon.
E normalisht kjo rreza influencë dhe kjo trashëgimi që ne marrim nga këta artistë të ndaluar është shumë më e vlefshme sot se sa gjithë të thojmë ai kanoni i përcaktuar i realizmit socialist. Faleminderit. Tjetër kush? Një pyetje, një koment? Zana në merak të fundit, unë besoj që e the gjitha që kishe për të thënë. Unë të shtoj Po, patjetër. Po, unë quhem Pandi Madhi, nuk jam artist, as studius, por jam rritur me artin. Dua të përgëzoj Zanën, po e them në mënyrë konfidenciale dhe miqësore, që ka bërë një punë shumë të lavdërueshme në gjithë këto vitet, sidomos në 12 vjeçarët e fundit, për artist shumë të rëndësishëm të periudhave të ndryshme në artin shqiptar. E dyta që dua të them lidhet me Akademinë e Shkencave, për vëmendjen që po tregon ndaj artit dhe kulturës, dhe uroj që aktivitetet të jenë në vazhdimsi, dhe mendoj se ka ardhur koha që edhe ajo periudha e realizmit socialist të studiohet dhe të shikohet me vëmendje, sepse shumë herë neve shqiptarëve na jepen referenca të rëndësishme nga studiusit e huaj dhe kemi çik ndrojtje që t'i themi gjërat ashtu siç kanë qenë dhe ashtu siç duhen vlerësuar. Zana, përgëzime dhe të vazhdosh si gjithmonë në këto fusha të rëndësishme për artin dhe kulturën shqiptare. Faleminderit. Faleminderit. Patjetër. Një vepër e babait të zotërisë që foli tani, pra Guri i Madhi, ishte edhe në, po themi, në sipërfaqe gjigande në kampionatën e sivjetshëm europian. Dhe besoj që gjithë shqiptarët na kanë bërë krenar, apo jo më vetëm familjar. Kështu që respekt edhe për rish pedagogun tonë, për artistin e madh Guri i Madhi. Së pari përshëndetje për mundin edhe analizën. Pa dyshim që dosja është e Edison Gjergos është në shtëpia me gjethe, dhe aty kushdo mund shoh dhe t'i hedh një sy jo vetëm rrugës historike të personazhit, po edhe mënyrës si ai është dënuar dhe akuzuar. Por mbi të gjitha unë kisha një pyetje edhe për publikun. A kishte një manifest për sa i përket gjithë asaj mini disidencës që lidhet me realizmin socialist? Në base në drejtimet artistike europiane quheshin manifeste, por edhe realizmi socialist, metoda realizmi socialist ishte një lloj manifesti asaj kohe. Pra kishte parimet e veta, kishte përpjekjet e veta për të penetruar me fjalë. Është një manifest për realizmin socialist. Janë parimet, ne kemi studiuar në shkollë kush është Brezin, por që nuk quhet manifest. Ne aty duhet të mbështetemi dhe të shohim që çfarë pozitivitete dhe çfarë negativitete kishte përfshirë. Anët kundër. Artistët e persekutuar, të ndaluar. Kam keq kuptuar pyetjen. Atëherë kishin manifest artistët e persekutuar? Mendoj që jo. Nuk kanë pas manifest. Jo, nuk kanë pas manifest. Kanë pas vetëm të thënat e tyre me njëri tjetrin, fshetas, sa njohun artist që jetojnë akoma, sa kanë folë edhe me të ndjerin që sa kanë folë dhe me Alushimën, sa kanë folë edhe me disa të burgosur që e kanë shoqëruar Edison Gjergon. Nuk ka manifest, nuk ka gjë të shkruar. Pra ne nuk mund të krahasohemi me, po them, me zhvillimet e drejtimeve artistike të Europës, qofshin të Europës lindore, qofshin të Europës perëndimore. Por ne duhet të përcaktojmë të kohë, mendoj, dhe duhet ta vlerësojmë edhe krimtarinë e tyre.
E quaj dezidencë jetën e tyre. Për mendimin tim, jeta e disa artistëve të cilët krijuan në këtë lloj guximi dhe sakrifikuan dhe nuk e besuan se do t'i persekutonin aq keq në përburgje, mendoj që është një dezidencë e tyre. Por që manifeste të shkruara me një kulturë siç ka Europa perëndimore, ne nuk e kemi pas. Sepse nuk e kishim dhe përpara 40-s. Apo jo, kishim një shkollë të thjeshtë vizatimi të tipologjisë së liceve artistik të Italisë dhe madje të Romës, dhe jo të ta kalonin më tutje se sa shkolla e Romës. Unë të paktën kështu e mendoj. Faleminderit Zana dhe njëherë për gjithë punën e cila besoj që nuk është një punë e mbyllur, por është një produkt i cili vlen këmbgul, vlen të ekspozohet për gjithë kënd, për të informuar mbi atë që ka ndodhur realisht, pasi kur flasim për komunizmin ne i referohemi vetëm historive të burgjeve, revoltave dhe dim pak mbi atë që është bërë deli në palës të shoqërisë, por është një lëndë e parë edhe për studiues të tjerë që do duan t'i përkushtohen figurave të këtyre piktorëve, të cilët edhe pse realisht nuk kanë patër një manifest antikomunist, secili ka bërë manifestin e tij pasi të bësh manifest në një regjim i cili jo vetëm ta shkatron veprën, por të jep varren dhe të thotë thyeje vetë skulpturën tënde, është në kufijtë të pamundës për të bërë disidencë politike. Faleminderit Zana, faleminderit akademisë për aktivitete të tilla, cila hap dyert jo vetëm për ngjarje thelbësisht shkencore, por për ngjarje që na kthejnë pas për të vlerësuar njerëz të cilët janë vërtet në themel të ndërgjegjes qytetare të këtij kombi. Faleminderit edhe një herë të gjithëve për kohën, të cilën besoj biem dakord që e kaluam në mënyrë më të mirë të mundshme.